Të dashur vëllezër e motra. Sipas mendimit të komentuesve të Kuranit, Sunni dhe Shiit, ajeti i bekuar o familje e profetit. Në të vërtetë Allahu do që ta largoj prej jush papastërtinë dhe t'ju pastroj plotësisht. Ka zbritur për Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. Ata janë familje e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Për këtë ka edhe një hadith të gjatë argumentues. Kur e lexojmë Kuranin, në asnjë sure nuk gjejmë që profetët e mëparshëm të kenë kërkuar shpërblim popullit të tyre. Po ashtu edhe profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, derisa zbriti ajeti i Kuranit që thotë: "Thua ju, për këtë nuk kërkoj kurrfar shpërblimin tjetër prej jush, përveç respektit për të afërmit." Pra mesazhi i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është i vetmi për të cilin është kërkuar shpërblim. Ai është mesazhi përmbyllës dhe i plot, është mesazhi që vërteton të gjithë librat dhe profetët e mëparshëm, është mesazhi që qëndron mbi të gjithë mesazhet, është mesazhi i plot dhe i përhershëm deri në ditën e fundit të kësaj jete, është mesazhi me të cilin Allahu e ka plotësuar mirësinë e tij.